Do t'isha shumë i lumtur, po t'kisha për çka ta lavdrej Albin Kurtin dhe qeverisin e tij. Po për fat keq, vetëm Xeza i ka sjell këtij populli dhe këtij vendi. Kush e shkel kushtetutën, thoj që është super kriminal. Ka pas 15 miliardë euro në buxhet për gati 5 vite qeverisje. A dini me mi tregu 3 projekte infrastrukturore të cilat i ka filluar dhe përfunduar qeveria e superkriminalit. Kam një pyetje për votuesit Albin Kurtit, jo për votuesit e thjesht, por për votuesit që shojnë e fyn njerëz për rrjetet sociale, kam fjalën për ekstremistat e Albin Kurtit. Po thoni i ka fitu zgjedhjet, pse o analfabeta mas i ka fitu zgjedhjet, s'po e formon qeverinë. Nuk do t'jetë lehtë ta largojmë Albin Kurtin nga objekti i qeverisë, cilën e ka uzurpu, sepse e din që kur zhveshet nga pushteti do të përfundojnë në burg për hajnit qindra milionë që cilat i ka bo aj me bashkëpunëtorët e vetë.